Brunilda Amersini jep dorëheqjen nga drejtimi i Spitalit Rajonal të Vlorës. Deputetja e zgjedhur e Kuvendit të Shqipërisë është dorëhequr nga ky post, të cilin e mbante prej shumë vitesh, duke qenë kështu një nga drejtueset më jetëgjata të Spitalit Rajonal të Vlorës. Dorëhiqet drejtoresha e Spitalit Rajonal të Vlorës Brunilda Amersini. Drejtoresha më jetëgjatë e këtij institucioni tashmë ka dhënë dorëheqjen për shkak të zgjedhjes së saj si deputete në Kuvendin e Shqipërisë. Ditët e fundit, Brunilda Amersini i ka paraqitur dorëheqjen ministres së Shëndetësisë. Në dorëheqjen e saj, Amersini falenderon ministren e Shëndetësisë, por edhe të gjithë bashkëpunëtorët e saj në këtë rrugëtim dhe për bashkëpunimin e frytshëm, ndërsa thotë se për shkak të marrjes së detyrës të deputetit në Kuvendin e Shqipërisë dhe betimit që do të bëjë në muajin shtator, dorëhiqet nga detyra e drejtorit të Spitalit Rajonal. Kujtojmë këtu që në respektim të kodit zgjedhor, Amersini dha dorëheqjen përpara zgjedhjeve, ndërsa u komandua në këtë detyrë nën drejtori i spitalit. Pas zgjedhjeve, Amersini u rikthye sërish në detyrë, por tashmë, orët e fundit ajo ka paraqitur dorëheqjen nga ky institucion, ndërsa është takuar me mjekët dhe stafin e administratës së spitalit, duke i përshëndetur kështu për bashkëpunimin shumëvjeçar. Televizioni 6+1 Vlora mëson se në krye të Spitalit Rajonal të Vlorës është komanduar Juliana Çuni, e cila deri më tani ka mbajtur detyrën e shefes të Poliklinikës Qendrore. Ndërkaq, pritet që të hapen procedurat për emërimin e ri të drejtorit rajonal të Spitalit të Vlorës, por aktualisht përballimi i sezonit turistik dhe i fluksit do të mund të menaxhohet nga drejtuesja e komanduar, mjekja onkologe Juliana Çuni, që deri më tani ka mbajtur postin e shefes të Poliklinikës Qendrore, duke patur kështu eksperiencën e nevojshme për të bërë të mundur edhe përballimin e fluksit dhe punës që Spitali Rajonal i Vlorës do të ketë në këtë sezon turistik.